Ditëlindja e pejgamberit a.s. Ai që ndriçoi me diellin e Islamit njerëzit e mbytur në errësirën e ignorancës dhe të padijes, është i dërguari më i fundit dhe i bekuari i Allahut, të lartë madhëruar, Hz. Muhammed a.s. Pejgamberi jon i dashur ishte një njeri i pashoq, i cili shndëroi shoqërinë e ignorancës, shoqëri kjo që adhuronte idhujt, ku të fortit shtypnin të dobetit, ku derdhej gjak e konsumohej ushqimi haram, ku nuk kishte shmangje ndaj të keqes dhe padrejtësisë. Shoqëri ku vajzët e lindura konsideroheshin si një shenjë turpi dhe varroseshin të gjalla në tokë. Dhe ku raca, ngjyra, fisi dhe pasuria pranohej si kriter e përsie, dhe ku paraqitenin mjaft shembuj të tjerë të shoqërisë së ignorancës. Në një shoqëri shembullore të pajisur me vlerat më të larta të moralit. Dhurata më e bukur që mund t'i paraqesim atij në përvjetorin e ditëlindjes është të përmendim me respekt pejgamberin ton të dashur, i cili megjithse nuk ka haruar neve në lutjet e tij, të këndojmë lutje dhe salavate për të dhe të përjetësojmë sunetin e tij në jetën tonë.